të mbështetur në koltuqe. Mbështetja çka ka thënë të vëllezërve? Siguri. Një kur pështetet, anë është sigurt. Kur i pa sigurt e ke pa rrinë si në çast ula thënë, se nuk din a mu qu, a menajt, a kimi i pa sigurt ja thënë. Kur pështetesh, anë rahat. E çaja është mbështetja e vetme në jetën tonë që një është i sigurt atë. Se ka përfundu gjykime, ka përfundu llogaridhënia, ka përfundu gjithçka, e ke marrë gjykimin se kjo është venet, ta është pështetër si zotnia pëton, duke shikuar në begati që Allah t'i ka dhenë, më të ki në ala furush. Në furush, do mënë në koltuqe. A ju i shtrem, as në kom, as i ullën qësh, i mbështetër. Do si mbështetje që të regon siguri dhe të regon pasuri. Ala furush në koltuqe. Shiketa është detalën e koltukut. Ka dhënë këto koltuqe që shënë të veshura. Subhanallah. Çfarë detaje? Okej, i më të kine, i mështetën regullime. Nga të është bukurin e koltukut. Betainuha min istabrak. Allah unë thëtë kjo koltuk është i mështjeldur, betain. Do e keni pa për shumë të rëzër mobilet. E kanë pjesën e jashtme, edhe kanë pjesën e mbrëndshme. Për shembull, sungjeri, ose ajo që mushët, e zakonisht për shembull, nuk është shumë më rëndësi çka ka. Po me jashtme është më rëndësia. Po me jashtme është më rëndësia. Allahu thot betainuha. E mbrëndshme e saj, që zakonisht njerëz nuk i kushtojnë rëndësi, është një stebrak. Është nga një lloj i veçantë i mëndafshit. E qysh është pra jo pëlhura jashtme e mështjeldur? Nëse e brendshmja, që nuk shihet është qështu i stebrak, e qysh është pjesa jashtme, nga bukuria dhe cilësia dhe kënaqësia që besimtari e preton në ulën e tij në këtë koltuk. Wa jannal jannatayn dan. Ja Allah pas thot të mbështetur, don me marr tash më hongun e pëm nga ato që përmend apo. Mos e prish rahatin apo. Rri mbështetur. I afrohet dega e pëmës që aje dënë, që aje të këput, o gjennel, gjennetejni dënë, gjenne është me këput, apo. Donë nga frut e gjenitit dënë që ati afrohen të dore ati, i mbështetën këtuk, pa e prish fare rahatin, pa e prish fare qetsin, pa leviz fare. Donë, shikoni donë, qëfar ndërimesh u jep Allahu besimtarëve dhe besimtarëve, pas ndërimit manë dunja që u ka jep për shkak të besimit e tyne. Ndërimet e Allahut për robën fillojnë nga imani. Atë që Allah e ka ndëru me iman, me punë mira, realisht i ka thonë se do të vazhdojmë me të ndëru edhe në këtë formë. Andaj begatia me madhe xheneti dunjas, që është imani dhe nënshtrimi dhe përula për Allah te barekuhu teala. Prandaj besimtari të ndërrojë vëllezër, i cili kupton këtë begati, është në epërsi dhe nuk ka mundësi me kompleksu. Nuk ka mundësi me bo me undi, varfër, i mangët, asë një begati e dunjas. Nga sa i përmbushet me iman. Dhe këtë begati e tjera pastaj erdhen, elhamdulillah, po nuk erdhen, nuk shkaktojnë bështlëk, kompleks. Nuk shkaktojnë taj lakmi, absolutisht, për shkak se veç imanin Allahun te barekuhu teala. Dhe që ky premtim e përmbush mjaftueshëm atë. Dhe besimtari nuk është servil, nuk është i kompleksuar. Nuk ndjek rrugët e tjera, nuk e lën anash rrugët e imanit, për shkak se imani është mjaftueshëm burim i kënaqësisë për besimtarëve. Na skemi pse me na kompleksu kërkosh. Po, arritja e të tjerëve, zhvillimi i tjerëve duhet më na bë, domthonë të inkurajuar, të motivuar që nëse dikush pa besim këtë punë bën, ti me besim çka duhesh më bë. Që po, si inkurajim, po jo si kompleks. Që pastaj me lon imanin me vazhdu tutje drejt suksesit pa iman, kështu nuk mund në arrit askush. Quhe puna, quhe përmirësau, quhe bë mirë, quhe kontriba, ja po thirë Allahu te barekuhu teala. Njerëz të mençur kanë lëviz me këto ajete, janë përmirësu. I kanë put zinxhir të plagështisë, dembelise, arsyetimeve, e shtyrjeve, prolongimeve të panevojshme, të paarsyeshme, i kanë put këto zinxhir me forcën që Allahu u ka dhënë përmes këtyre ajeteve.